Ish deputeti demokrat Ervin Saliani, edhe pse ndodhet në qeli, u ka bërë sot thirrje e qytetarëve të marrin pjesë në hapjen e fushatës PD-s për zgjedhjet e 11 majit. Në pamundësi për prezencë fizike, Saliani thekson se do të jetë aty në dëshmi të nevojës për ndryshim. Ai thotë se është me çdo demokrat që prej 12 vite shpret ndryshim. Eja jam dhe unë në shesh, thot në darkë në sheshin Nën Tereza në Tiranë çelët zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 majit. Për shkak të një dënimi politik dirigjuar dhe e firmosur në një farsë gjyqësore prej kryeministrit, nuk do të jem fizikisht aty, dhe kjo është hera e parë që mungoj. Kam qenë në secilën fushatë të Partisë Demokratike, por jam sonte aty prezent si dëshmi e nevojës për ndryshim. Shqipëria duhet lër pas këtë kapitull të errët 12 vjeçar ku i instalua një sundim shtypës. Dënimi i kundërshtarit politik për një konferencë shtypi është një turp që vendi ynë s'ka pse e mban mbi shpatullat tendet brishta e duhet ta heq duke hequr autokratucin. Edi Rama se ka mundësin ta mbyll këtë sikur të ishte një ngjarje e brendshme. Është sënimi i demokracisë dhe tani më kjo flitet në Strasburg, në Bruksel. Jam sonte aty në shpresat që ka çdo qytetar për të larguar frikën që ka futur një qeverisje që mbahet jo me konsensus e me besim, por me dhunë, represion, penalizim, dëshkim. Tek çdo i ri që kërkon të rigjej besimin e humbur që është në udhkryq, që dëshiron të qëndrojë, që aspiron një të ardhme këtu ku të realizohet, që meriton të ketë në krah një qeveri që simulon sipërmarrjen e tij apo e lehtëson kreditimin për banesë, tek çdo pensionist që ka dhënë mjaftueshëm për këtë vend dhe që e ka dinjitetin dhe ekonominë të shkelur nga një autokratuc që tallet. Jam me to siç kemi qenë në të gjitha fushatat. Jam te secili demokrat që ka 12 vite që jo vetëm i duhet luftojë në një vend ku për të ka qenë edhe më e vështirë se të tjerët prej armiqësisë politike, por që është munduar edhe për të mbajtur të bashkuar e për të mos lejuar shkatrimin e forcës së tij, PD, e vetmja shpresë për ndryshim. Jam te secili demokrate që ka 12 vite që lufton pa u ndalur asnjë ditë pa u joshur me atë motorin e pandalshëm që e mban ndezur besimi. 30 ditë kanë mbetur për të materializuar gjithë të ndjesi, emocion, shpresë, revolt, pakënaqësi, aspirat, pritshmëri në një rend të ri, në një qeverisje me njerëzit nga njerëzit për njerëzit. 30 ditë për të ndarë nga një e keqe që jo vetëm ndihet në lëkurën e secilit, por që për masat e secilës do të dalin sheshazi me transparencën që ndryshimi, rotacioni do të sjellë. Është krejtësisht e mundur të çlirohuni nga ankthi e nga frika, mundeni dyshimin brenda jush, dilni mbi skepticizmin, mos jeni ai ajo që Edi Rama kërkon të jeni, të nënshtruar. Paniku i gjithë është sot tek autokratuci. Ai kërkon ta shpërndaj për të shpëtuar vet. Do të shihni pas 11 majit se sa dorëdolec është ai që trimronte me shtetin nënhyqëm. Është në duart e secilit ky kalim në gjendje tjetër. E anisonte në sheshin Nën Tereza, e mos u ndalni më çdo orë, çdo minutë deri më 11 maj, shkrua në letrën e tij Ervin Saliani.